Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Nisi konkursi kombëtar i gjuhës shqipe në të gjitha klasat e 9 të arsimit para universitar, publik dhe jo publik. Në shkollën jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa, nga përballja e 2 skuadrave në fazën e parë të konkursit, fitoi skuadra A. Konkursi kombëtar i gjuhës shqipe nisi sot në të gjitha klasat e 9 të arsimit para universitar, publik dhe jo publik. Në shkollën jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa, u përballën në fazën e parë të konkursit 2 skuadra me nga 6 nxënës të klasave të 9. Konkursi u zhvillua si një garë e këndshme për rëndësinë e ruajtjes dhe promovimit të gjuhës shqipe. Mirë se keni ardhur në fazën e parë të konkursit kombëtar të gjuhës shqipe. Sot zhvillohet faza e parë ndërmjet klasave të 9-ta. Konkretisht kemi 2 skuadra të përbëra nga 6 nxënës, secila prej tyre. Kemi gjithashtu dhe jurin e këtij konkursi, e cila kryeson me kryetarin e jurisë, zotin Belul, profesor Belulin, se kur them zoti është profesor Belulin. Kemi Zysh Ariolën, dhe mësuesen e letërsisë. Kemi Zysh Klean, mësuesen e gjuhës së huaj, sepse duhet jetë dhe një mësues e gjuhës së huaj prezent. Kemi profesor Arturin, që është drejtori, dhe Zysh Ledën. Gjithashtu vlerësojmë dhe praninë e Zysh Julisës dhe mbështetjen e madhe që na jep profesor Beni si gjithmonë në çdo aktivitet që ne bëjmë. Atëherë, mund të vijojmë me konkursin sipas rubrikave përkatëse, të cilat janë bazuar qartësisht në bazë të udhëzuesit. Udhëzuesin të gjithë ju e keni të lexuar, të studiuar dhe jeni në gjendje për të realizuar këtë konkurs. Juria e drejtuar nga profesor Belul Mahmutaj dhe përbër nga stafi arsimor dhe drejtoria e shkollës përcaktuan grupin fitues, bazuar tek elementë të ndryshëm, duke filluar nga poezit, pyetjet e shpejta, projektet inovative. I tham fjalës, tani je lirë, po fjala s'kish fuqi të thosh, nuk më duhet. E ç'më duhet kur s'u thash atëherë kur duhej? Kam mbetur pa krah, kam mbetur pa qiell. Jam jetë pa ëndër, jam ëndër pa jetë. Ca pika shiu ran mbi qelq, për ty unë befas ndjeva mall. Jetojmë të dy në një qytet, dhe rallë shihemi, sa rallë. Gjithashtu, ky konkurs identifikoi nxënësit që shfaqen talent ose aftësi të spikatura gjuhësore, të cilët do të përfaqësojnë shkollën nënshkruesi pavarësisë në Bisefa në nivele të tjera. E para njëri ju falenderojmë për pjesëmarrjen dhe përgatitjen tuaj që është mjaft e mirë. Sigurisht, ky është një konkurs i gjatë që do vazhdojmë pas shkollash, pastaj në bazë rrethë kështu me radhë, duhet pak më shumë punë. Duke marrë parasysh përgjigjet tuaja, ne si juri kemi këto përfundime. Grupi A 70 pikë dhe grupi B 67.5 pikë. Fitues është grupi A. Por, pavarësisht pikëve, grupi B ka element mjaft të mirë. Unë si mësuesja juaj, dua të përgëzoj Uja Palve për përgatitjen tuaj, edhe pse në kohë të shkurtër ishit bazuar të udhëzuesi, kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Na pret një sfidë tjetër që është faza e dytë e konkurimit. Jemi gjithmonë me ambicjet tona për të vajtur deri në fazën finale. Pse jo, ju e meritoni, jeni më të mirët. Ju falenderoj. Tërheqja e ujrave të lumit Seman nga fshati Murriz Kozar ka lënë pas pasoja të rënda tek prodhimet e serave, perimeve, shpend, ushqimet e blegtorisë, agrumet, madje dhe orendi shtëpiake. Fermerët kërkojnë dëmshpërblim nga shteti për dëmet. Pas përmbytjes në fshatin Murriz Kozare të bashkisë Lushnjë, ku ky fshat u kthye në ishull pasi gjithçka u mbulua nga uji, me kamerën tonë kemi filmuar pasojat që ka lënë pas tërheqja e ujrave të lumit Seman. Fermerët shprehen se kanë humbur gjithçka, prodhimet e serave, perime, shpend, ushqimin e blegtorisë, agrume, madje dhe orendi shtëpiake. Ushtria më ka ngritur 40 kujtal misër, më nxorrën, më ndihmuan shumë.
faleminderit, erdhen dhe ajo e bashkisë, më tha do të ndihmoj. Më ushqime më kanë sjellur mrem, se më shumë prej ujit, vetëm te unë erdhi rëmbesa më e madhe. Vetëm nga unë, se unë jam zëret e fundi fshatit. Edhe këtu më përplasë shuti, faleminderit që më ndihmuan, më kanë dhënë fjalën për barë, ka ikur burri se mbase vjen ndihma e parë, tha do të sjellim ushqim për gjetë. S'dua lëmosh, se falë Zotit kam punuar vetë. Unë kam 2 hektare kam agrume. 2 hektar tokë. E kam atje. Mu do më ketë bërë dem dhe në vildanën e vjeqme, edhe do më ketë bërë dem dhe në pikatoret. E kam në sistem vatëvjeton, komplet. Kanë ardhur të verifikojnë demet? Dijen e sekretare bashkisë, po dijen nuk kalojmë dot. 2 hektari kam tokë të mjella, jo në gjepem, janë mytë fare. Lavatri që sot janë prishur të bërna, i ka pasur të teka sot i ka prishur. Edhe kështu që shteti po u i dormi, zuri. Presh, agrume, natera, baktia, pullat. Asi jes ka ngellume. Sera më mbytë e mbjellur. Sera prodhim? Prodhim, 5 metë dilymë ullij, 1 metra uj. Vallaj se do banë, se do banë, nuk e di me. Para 6-7 vitesh kur fryti një herë më prishin 2 dilyme gjysë serë. Erdhen i shikoni, rregullun, si gjelum thamë. Ja ku e ke prishin, shko ku ke. Komplet i rënë. Kam lënë komplet shpenzimet aty ku janë. Të mijat, të ardhat të mia. Qa të i bëjmë? Tani të na ndihmoj shteti, po pa të mundësi, të luftoj për neve, që të ham ne i korobuk. 22 zojdeti, 1 muesh, edhe 17 pe fushe, që i kam pasur të vegjë, që i kam rritur vetë, me sakrificë, kam djegur duart me hisu. Mi mori me sekonda, kur jetë më këtu kam vajtu deri në Brest, se pandeva se do vinte. Lavatrice i kam brenda atije. Banorët e Morris Kozare në buz të lumit Seman janë me syt nga shteti për të vazhduar aktivitetin e tyre ekonomik pas kësaj fatkeqësie natyrore. Pasojat e përmbytjes në Kashish të Fierit janë të mëdha. Fermerët shpresojnë për dëm shpërblime nga shteti, por deri tani nuk ka ardhur asnjë person të bëjë verifikimet, thon ata. Pasojat e përmbytjeve të lumit Vjos në fshatin Kashish pas tërheqjes së ujrave janë tepër të mëdha. Më të prekurit janë kultivuesit e luleshtrydheve, të cilët përllogarisin dëme në miliona lek. Kreshni Kapaj edhe Genti Halilaj, përkatësisht me 4 dhe 7 dynym sera të kultivuara me luleshtrydhe, janë në fazën e larjes së tyre, pasi janë të mbuluara nga balta. Përmbytje të tilla nuk i kemi parë që nga viti 1971, thon ata, ndërsa pohojnë se askush nuk ka dalë në terren për të verifikuar dëmet. Ata kërkojnë një zëri dëm shpërblim nga shteti, pasi në të kundërt janë drejt falimentimit. Herë parë ishte po përmbytemi këtu. Demi është shumë i madh. Lumi ka vajtur 1 metër mbi serë. Tani kërkoj një ndihmë nga shteti, nuk e di si do vej puna. Është mbi 20 milion lek demi këtu. Tani shpresoj na ndihmojnë ata. Nuk e di çfarë them. Po laj kam 4 ditë, nuk e kam mbaruar, janë 4 dylym. Unë jam i dëmtori, janë 2-3 tjerë, tu në fshatin tonë, Kashish, kërkoj ndihmën e shtetit. Problemi e se as nga ka ardhur njeri për dëm shpërblimi, as të shikoj se qa dëmi ju bë dhe as një. Të gjithë erdhën deri sa doli lumi. Pas lumit, nuk u duk asnjëri. Problematika na ngelet vetëm se ne na vin ujë poshti dhe ngelet vetëm ura në autostradën Levan Vlorë. Ose dhe argjinaturat që kanë bërë këta zotrinj, se ato argjinaturat ngushtojnë njëri, ngushto tjetri, ku do vej uji. Era parë që përmbyteni? Jemi përmbytur dhe 2021-shin, gjë që edhe ju keni qenë këtuja, dhe asi dëm shpërblim dhe atëre dhe as sot. Dhe është gjyna. Sot kërkojmë të kishin ardhur të bëjnë vlerësimin e dëmeve, siç bëjnë në tërë botën. Ndërkohë kryeplaku i fshatit Kashish, Ramadan Kapaj, pohon se dëmet e përllogaritura deri tani janë 50 hektar tokë bujqësore e kultivuar, kryesisht me grur, bazë ushqimore baktive të 18 fermerëve dhe dëme shumë të mëdha përllogariten në serat e luleshtrydheve.
Përballë kësaj situate, ai u ka bërë apel institucioneve përgjegjëse të dalin në terren për të konstatuar bilancin e dëmeve dhe njëherëzi për dëmshpërblime. Ky lum që ka dalë këtë vit në 2026 është pothuajse i barabartë me lumin e vitit 71, i cili përmbyti gjithë fshatin. Koti verifikohej me një verifikimi të përmbytjes, këtu janë përmbytur rreth 50 hektar tokë. Këto janë të mbjella me të ndryshme, kemi sera të përmbytura, kemi grur dhe bazë ushqimore. Tani kërkojmë nga ana e shtetit, i bëjmë thirrje të vinë të verifikohen dhe të jepet një shpërblim për ta, mbasi kanë hedhur një sasi të madhe lekësh që u del jashtë përdorimit. Fermerët fajsojnë për situatën ndërtimin pa kriter të argjinaturave dhe ngushtimin e shtratit të lumit në urën e autostradës Fier-Vlorë. Kryeministri Edi Rama premtoi se nuk do të blejë më energji dhe brenda vitit 2030 do e prodhojmë më vetë. Këtë premtim ai e bëri nga ceremonia e nisjes së punimeve për ndërtimin në Tropoj të parkut eolik. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në ceremoninë e nisjes së punimeve për ndërtimin në Tropoj të parkut eolik, që pritet të prodhojë 600 MW energji të rinovueshme. Projekti për këtë park eolik po realizohet nga një kompani amerikane. Kryeministri Rama në fjalën e tij tha se Shqipëria do të përfshihet në listën e vendeve të pakta në botë, që do të sigurojë 100% energji elektrike nga prodhimi vendas brenda vitit 2030 dhe pas kësaj periudhe në këtë sektor vetëm do të eksportojë. Edhe ky investim shkon në atë drejtim strategjik dhe në rrugën e përmbushjes së atij objektivi të madh strategjik për ta bërë Shqipërinë një vend sovran në prodhimin e energjisë. Ne kemi pasur për një periudhë gjatë një varësi të plotë nga uji, pra nga shiu, dhe në ndërkohë kemi trashëguar një sistem me aq shumë të çara, sa që kur na ka munguar shiu, na është dashur të dalim në tregun ndërkombëtar dhe të blejmë sasira të mëdha me çmime të kripura, ndërkohë që kur shiu ka ardhur me shumicë, kemi parë që shumë nga kjo vlerë potenciale, që është uji, të derdhet edhe jo vetëm të mos kthehet në energji, po të shkaktojë edhe dëme nga një herë të jashtëzakonshme. Koha kur Shqipëria duhet dalë në treg për të blerë energji, po shkon drejt fundit dhe ne do të jemi në kategorinë e atyre jo shumë vendeve që gëzojnë pavarësitë plot kur vjen puna tek prodhimi i kësaj lënde vitale për organizmin e një shteti. Ne kemi një portofol që ka nisur të diversifikohet, pra të balancohet, ku uji sigurisht do të mbetet burimi kryesor i prodhimit, por ku energjia e diellit dhe erës kanë filluar të zënë vendin e tyre, vend që deri në fund të kësaj dekade, pra në Shqipërinë 2030, do të jetë 30%. Dhe me këtë 30%, ne do të kemi plotësisht të garantuar se sistemi ynë do të jetë i vetëmjaftueshëm dhe çdo gjë që do të prodhojmë përtej nevojave tona, do ta eksportojmë. Deputeti i Partisë Demokratike të Fierit, Luan Baçi, në një deklaratë për mediat ka denoncuar verifikimet selektive dhe ka kërkuar shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në qarkun e Fierit.
Të shpallet gjendja e fatkeqësisë natyrore për shkak të dëmeve kolosale të shkaktuara nga përmbytjet në qarkun Fier, është shprehur në prononcimin për mediat deputeti i Partisë Demokratike Luan Baçi, teksa ka monitoruar nga afër situatën e dëmeve në fshatin Brostar. Baçi ka denoncuar gjithashtu verifikimet selektive sipas tij në banesat e zonave të përmbytura. Jam këtu për të denoncuar, jo për të shfrytëzuar politikisht dhe për ta përdorur një fatkeqësi natyrore për përfitime politike, absolutisht jo, por ama për të vendosur pikat mbi. Ju jeni vetë dëshmitar dhe shikoni se çfarë ka ndodhur këtu në Brostar. Janë mbytur stalla, bazë ushqimore, dëme kolosale të banorëve. Dëme kolosale të banorëve dhe çfarë ndodh? Si pushteti qendror, edhe pushteti lokal. Absolutisht kanë filluar të nxjerrin ekipet e evidentimit të dëmeve që siç e kanë zakon për t'i evidentuar me selektime, dhe këte kanë filluar nga Ferrasi, nga Qerveni, unë që ande ja vi. Këtu akoma nuk po interesohet njeri fare se kush do vi apo çfarë dëmesh kanë ndodhur, që dëmet janë kolosale. Ja një zonjë po denonson dhe që parë tu, babaj saj për pak është mbytur bashkë me lopën, këtu brenda në këtë liçen të krijuar artificialisht. Patjetër qeveria dhe kryeministri nuk duhet gënjejnë banorët. Ngritja e ekipeve të verifikimit të dëmeve është një mashtrim i radhës që e kanë bërë në çdo lloj përmbytje që ka ndodhur, për arsye se ju jeni dëshmitar vetë që çdo vit kemi përmbytje, të pakën po flasim për qarkun e Fierit, për bashkinë e Fierit, çdo vit kemi përmbytje, çdo vit e njëjti avaz, i njëjti zanat, të njëjtat justifikime dhe ndodhet e njëjta gjë, pra nuk u paraprihet absolutisht që mos të ndodhin këto. Dhe ekipet e verifikimit të dëmeve janë ekipe klienteliste, ekipe nga bashkia që më shumë verifikojnë militantët e tyre, njerëzit e tyre dhe bëjnë dhe selektime. Opozita, Partia Demokratike do ta ndjeki me vëmendje këtë proces. Unë jam këtu bashkë me kryetarin e Partisë Demokratike Dega Fier, që është dhe antar i Këshillit Bashkiak në Fier, ku do të interesohemi tek Këshilli Bashkiak për të pasur një transparencë tek evidentimi i dëmeve, por në qoftë se nuk shpallet gjendja e fatkeqësisë natyrore, që kryeministri nuk e shpall në mënyrë të qëllimt, ajo është thembra e akilit. Në qoftë se shpallet gjendja e fatkeqësisë natyrore, atëherë me ligj janë të detyruar të bëjnë një dëmshpërbim 100% të gjithë banorëve, edhe për banesat e tyre, dhe për orendit shtëpiake, edhe për bazën ushqimore, edhe për bagtitat ku ka humbje dhe për çdo gjë tjetër. Parë në këtë këndvështrim, pra kemi përsëri një propagandë, kemi përsëri një mashtrim dhe absolutisht presin që të vi përmbytja e radhës, të zëj dhe të shuaj përmbytjen paraardhëse. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.